Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim vijon kritikat në Bruksel ndaj qeverisë për mënyrën se si po trajtojnë shqiptarët në këtë vend. Gjatë takimit me përfaqësues të lartë të institucioneve europiane dhe të Parlamentit Evropian, Bujar Osmani deklaroi se ka ngritur shqetësime serioze për cënimin e marrëveshjes së Ohrit si shtylla e bashkëjetesës dhe stabilitetit ndëretnik. Osmani alarmoi se po realizohet një plan i përgatitur dhe i organizuar për anullimin e marrëveshjes paqësore, plan që veçmas ka rënuar shtyllat kryesore të saj duke lënë vakum dhe pa parashikueshmëri serioze që mund të keq përdoret nga palë të treta, si dhe folje për nevojën urgjente për tejkalimin e bllokadës në procesin e integrimit evropian, veçanërisht duke patur parasysh momentin e zgjerimit dhe progresin e arritur nga mali i zi dhe Shqipëria, thuhet në njoftimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histira Mickoski, paralajmëroi për zgjedhje parlamentare. Lajmi i mirë është se shumë shpejt do të ketë zgjedhje dhe pas atyre zgjedhjeve, partia që ai udhëheq do të marginalizohet. Dhe unë mendoj se ai dhe persona të ngjashëm si ai do të largohen nga politika dhe do të vinë njerëz që duan vendin, deklaroi Histira Mickoski. Reagimi erdhi si përgjigje ndaj deklaratës së kryetarit të LSDM-s, Venko Filipçe, se Bullgaria nuk po konteston më identitetin e Maqedonas, por kryeministri po shpik armiq artificial. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut vijon akuzat ndaj shumicës në pushtet për dështim në integrimin e vendit në BE. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Arber Adem, në intervistë televizive kujtoi se koalicioni i qeverisës Blen premtoi ndryshimet kushtetuese për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, por ato nuk kanë ndodhur. Arber Ademi foli edhe për ligjin e gjuhëve për të cilin tha se ka pasur 13 nisma për shfuqizimin e tij në tërësi. Koalicioni Blen përshëndet nisjen e fushatës Maj Muaj i Europës, një nisëm që synon të afrojë procesin e integrimit evropian më pranë qytetarëve dhe ta bëjë atë të prekshëm në jetën e përditshme. Me këtë rast, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, në takim me ambasador, partnerë ndërkombëtar dhe miq të vendit, theksoi se fokusi është vendosur drejt përfitimeve konkrete që sjell Bashkimi Evropian, si më shumë mundësi për të rinjt, zhvillim të infrastrukturës dhe mbështetje për ekonomi lokale. Blen thekson se orientimi drejt rezultateve të prekshme përfaqëson një qasje të re dhe të domosdoshme në rrugën europiane të vendit. Rajoni. Në pritjet e verdiktit të gjykatës së Hagës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur në pafajësi. Ai shprehur besim plot se do të kthehet i lirë në Kosovë. Nxjerrja e gjykimit është në duart të gjykatësve, por un kam besim që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë në veçanti të atyre të mbrojtjes të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar, ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor, tha Hashim Thaçi në intervistën e tij për Opinion. Për faktet dhe provat e paqëna ai fajson Serbinë dhe Rusinë. Thaçi është shprehur i bindur se paheqjen e plotë të sanksioneve nga SBA dhe Bashkimi Evropian për Kosovën nuk mund të ecet përpara në planet e brendshme e as në ato të jashtme. Kritika ka dhe për marrëveshjen e Ohrit, duke vlerësuar se defunksionalizon shtetin e Kosovës. Moment të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë e komentoi ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu hapjen e gjykatës administrative. Haxhiu theksoi se e rëndësia e kësaj gjykate nuk qëndron vetëm në themelimin formal, por në ndikimin që do të ketë në jetën e përditshme të qytetarëve. Nga sot pra kjo gjykatë do të flasë përmes vendimeve të saj, përmes vendeve që i trajton pasvarritje dhe përmes rasteve ku gabimi administrativ rregullohet dhe ku qytetari e sheh se nuk është i pambrojtur. Pra ky është kuptimi i saj. Uroj që puna e saj të afrojë qytetarin me të drejtën dhe ta mbajë administratën më afër përgjegjësisë, deklaroi presidentja në detyrë e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryesueses së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arieta Sadiku, vlerëson se gjykata administrative përfaqëson një rësi të rëndësishme në sistemin gjyqësor të Kosovës. Ajo do të jetë specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrative dhe kontekstet nga marrëdhënia e punës në jurisdiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrollit gjyqësor në vendimet e organeve administrative. Jo rastësisht sot jemi këtu bashkë me përfaqësuesit e organeve administrative dhe përfaqësues të tjerë relevant, të cilët janë pjesë përbërëse e drejtësisë administrative, dhe kjo me qëllim të përcjelljes të mesazhit të qartë që të marrin përgjegjësinë e përbashkët për zbatim të drejtë të ligjit, për zbatim të vendimeve gjyqësore dhe shërbime cilësore për qytetarët. Ministri i detyrë i punëve të brendshme i Kosovës Xhelar Zveçla ka theksuar përkushtimin e Republikës për integrimin euroatlantik të vendit, duke cilësuar këtë rrugë si thelbësore për të ardhmen e tij. Zveçla përmes profilit në rrjetet sociale shkruan se Kosova mbetet e vendosur dhe angazhuar drejt antarësimit në BE dhe NATO si një domosdoshmëri strategjike.
Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Komiteti për punët e jashtme në Parlamentin Evropian miraton raportin për rrugtimin e Shqipërisë drejt përmbylljes së negociatave. Raporti I hartuar nga eurodeputeti Andreas Schieder u miratua me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime. Pasi përshëndetet Shqipëria për progresin e shpejt në vitet e fundit, paralajmërohet se cilësia e reformave të vendit do të përcaktojë fatin kohor për pranim. Në të theksohet nevoja e zbatimit të vazhdueshëm të procesit të reformës gjyqësore. Eurodeputetët vërin se gjyqësori vazhdon të përballet me presion dhe kërcënime politike, të cilat rrezikojnë të dëmtojnë pavarësinë gjyqësore. Sipas tyre, pavarësisht progresit në luftën kundër korrupsionit, ai është ende një shqetësim serioz. Nga Shqipëria kërkohet të konsolidohet më tej historiku për hetime ndjekjet penale dhe dënimet përfundimtare, veçanërisht në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë. Ministri për ropën dhe punët e jashtme I Shqipërisë Ferit Hoxha reagoi për miratimin me 58 vota pro nga Komisioni për punët e jashtme I Parlamentit Evropian të rezolutës mbi raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025. Në një postim në rrjetin social, Hoxha thekson se rezoluta vlerëson gjithashtu ambicien e Shqipërisë për të përmbyllur negociatat deri në vitin 2027, duke reflektuar një mirëkuptim të përbashkët se vendi ynë ka hyrë në një fazë përfundimtare të procesit të antarësimit. Ministri vlerëson se kjo rezolutë tregon se Shqipëria është në rrugën e dur dhe se procesi I zgjerimit po prodhon rezultate konkrete. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha vlerëson se raporti I Komisionit Evropian ka hijen e kritikave të Unionit për trajtimin e çështjes për ish zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Natyrisht, Balluku është e pranishme. Jo me emër, se emri është tjetër problem s'ka, por kërkohet në mënyrën më të prerë pavarësia e gjyqësorit, heqja dorë ndaj çdo presioni nga gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit. Kërkohet, denohet mizogenia e Edi Rama ndaj gazetarëve. Megjithatë, Berisha vlerësoi se Partia Demokratike do të jetë pjesë e reformave, pasi nuk mund të marrë përsipër përgjegjësinë e bojkotit të tyre. Ka dhe rekomandime për opozitën, pa diskutim. Ndaj dhe unë jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike për të angazhuar, për të plotësuar të gjitha rekomandimet. Ne do të marrim pjesë në reformat në atë zgjedhore për shembull, nuk marrim përsipër përgjegjësinë e reformës së bojkotit. Rama do të bëjë atë që synon, por ne do të jemi aty, deklaroi kryedemokrati Sali Berisha. Bota. Gjermania fillon përgatitjet për të bashkëpunuar me NATO në ngushticën e Ormuzit. Anija e gjermane e çminimit Fulda ka marrë kurs drejt Mesdheut, ku mund të ndihmojë në pastrimin e minave. Ajo fillimisht pritet të integrohet në njësitë të NATO-s për kundër veprimin ndaj minave detare. Regjimin e Teheran ka bllokuar ngushticën e rëndësishme për lundrimin tregtar për të cilin thuhet se është minuar. Si pasojë e kësaj bllokade, çmimet e naftës dhe të gazit të lëngshëm në tregjet botërore janë rritur ndjeshëm. Ministri Gjerman I Mbrojtjes Boris Pistorius ka bërë thirrje për qetësi pas njoftimit të Donald Trump për reduktimin e trupave amerikane në vend, duke theksuar se zhvillimi nuk është I papritur dhe nuk cënon kapacitetet e NATO-s. Gjatë një vizite të trupat e Bundesterit në Münster, Pistorius u shpreh se vendimi duhet parë në kontekst dhe se vetëm koha e shpalljes mund të konsiderohet e papritur. Ai shtoi se edhe nëse të riqen rreth 5000 trupa, kjo nuk do të ndikojë në aftësinë mbrojtëse të aleancës. Ndërkohë raportimet e medias sigurojnë se Pentagoni ka hequr dorë nga planet për vendosjen në Gjermani të një njësie për menaxhimin e raketave me rreze të mesme. Ministri I jashtëm grek, George Gerapetritis, deklaroi se vendi është I gatshëm të marrë një rol aktiv për të siguruar kalimin e lirë dhe të sigurt në ngushticën e Ormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë. Pas takimit me homologun e tij gjerman, Johan Vadeful, në Athinë, Gerapetratis theksoi se Greqia mbështet nismat ndërkombëtare për garantimin e lirisë së lundrimit dhe është e gatshme të bashkëpunojë ngushtë me komunitetin ndërkombëtar të transportit detar. Ai nënvizoi se respektimi I lirisë së navigimit është një detyrim universal I cili lidhet jo vetëm me tregtin globale, por edhe me paqen dhe begatinë e vendeve në mbar botën. Forcat amerikane njoftuan se kishin shkatruar 6 anije iraniane dhe kishin kapur raketa dhe dron të lëshuar nga Irani kundër anijeve të marinës amerikane dhe anijeve tregtare të një zyrtari I lartë ushtarak amerikan. Admirali deklaroi se shumica e raketave si dhe dronët kishin shënjestruar anije tregtare dhe se një pakicë kishte shënjestruar anije ushtarake amerikane. Një zyrtar I lartë ushtarak iranian I cituar nga televizioni shtetëror mohoi shkatrimin e anijeve iraniane. Presidenti Donald Trump nga ana e tij pretendoi se 7 anije të vogla ishin shënjestruar nga sulmet amerikane. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.